Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Factor. Sot do të tregojmë për 10 marsin. Dashi, kjo ditë sjell energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Do ndiheni me të motivuar për të përfunduar disa plane që I keni lënë pezull prej kohësh. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante, por duhet të tregohuni të duruar dhe të mos nxitoheni në vendime. Në aspektin emocional, dita është e favorshme për biseda të sinqerta me partnerin. Nëse jeni beqar, mund të takoni një person që ju zgjon kurreshtjen. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, sidomos në shpenzimet të paplanifikuara. Mundohuni të gjeni kohën edhe për veten. Demi, 10 marsi, ju gjen në një gjendje më reflektuese. Do mendoni për disa vendime që lidhen me të ardhmen dhe stabilitetin tuaj. Në punë, mund të merrni një lajm që ju motivon të vazhdoni përpara, edhe pse rruga mund të duket pak ngadalt. Mos u dekurajoni, sepse rezultatet do vijojnë me kohën. Në dashuri, dita është e mirë për të forcuar lidhjen dhe për të kaluar momente të qeta me partnerin. Binjakët, kjo ditë sjell komunikim dhe lëvizje për ju. Mund të keni disa takime, telefonata ose biseda që hapin mundësi të reja. Në punë është moment I mirë për të shprehur idetë tuaja, sepse të tjerët do të jenë me të gatshëm të ju dëgjojnë. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi I harmonisë. Nëse jeni në një lidhje, mund të planifikoni diçka të bukur së bashku. Beqarët mund të tërhiqen nga një person shumë interesant. Gaforja, 10 marsi, mund të ju bëj më emocional se zakonisht. Disa kujtime ose mendime për familjen mund të zënë një vend të rëndësishëm gjatë ditës. Në punë, mund të keni pak tension, por me qetësi dhe durim do të arrini të menaxhoni situatën. Mos lejoni që emocionet të ndikojnë në vendimet profesionale. Në dashuri, është një moment I mirë për të treguar me shumë kujdes dhe afeksion ndaj partnerit. Luani, kjo ditë sjell dëshirë për të qenë në qendër të vëmendjes. Do ndiheni më të sigurt në veten tuaj dhe kjo do reflektohet në çdo aspekt të jetës. Në punë, mund të merrni një vlerësim ose kompliment për përpjekjet e tua. Është moment I mirë për të treguar aftësitë tuaja. Në dashuri, dita është e favorshme për romancë dhe surpriza të vogla. Partneri mund të vlerësojë shumë një gest të thjeshtë nga ana e juaj. Beqarët mund të kenë një takim interesant. Virgjëresha, 10 marsi, ju fton të përqendroheni në detaje dhe organizim. Në punë mund të keni shumë gjëra për të bërë, por aftësia juaj për të planifikuar do ju ndihmojë të menaxhoni gjithçka me sukses. Një bashkëpunim I mirë mund të dalë shumë I dobishëm në të ardhmen. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën, por me shumë stabilitet dhe qartësi. Peshorja, kjo ditë sjell nevojë për harmoni dhe balancë. Mund të gjendeni në një situatë ku mund të ndërmjetësoni mes dy personave ose të merrni një vendim të rëndësishëm. Në punë është e rëndësishme të ruani diplomacinë dhe qetësinë. Në dashuri, dita është e bukur për momentet romantike dhe biseda të thella. Partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje nga ju. Akrepi, 10 marsi, sjell intensitet emocional dhe intuit të fortë. Do ndjeni me qartë se çfarë duan njerëzit rreth jush, edhe pa e thënë me fjalë. Në punë, mund të zbuloni një mundësi të fshehur ose një ide që të tjerët nuk e kanë parë. Në dashuri, dita është e thellë dhe pasionante. Nëse jeni në një lidhje, mund të keni një moment shumë të afërt me partnerin. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush misterios. Shigjetari, kjo ditë sjell dëshirë për aventura dhe përvoja të reja. Mund të mendoni për një udhëtim, një kurs të ri ose një projekt që ju frymëzon. Në punë është moment I mirë për të zgjeruar horizontet dhe për të mësuar diçka të re. Në dashuri, optimizmi juaj
do ndikoj pozitivisht në marrëdhënie. Partneri mund të gëzohet nga energjia juaj pozitive. Beqaret mund të takojnë dikë në ambient social. Britsjapi, 10 marsi është një ditë për fokus dhe përgjegjësi. Mund të keni disa detyre të rëndësishme që kërkojnë përkushtim dhe seriozitet. Në punë mund të merrni një rol më të madh ose një detyrë që tregon besimin e të tjerëve tek ju. Në dashuri ndonjëherë mund të dukeni pak të rezervuar, por partneri e vlerëson stabilitetin që ofroni. Beqaret mund të njohin dikë përmes punës. Ujori, kjo ditë mund të sjellë ide të reja dhe mendime kreative. Mund të ndiheni të frymëzuar për të bërë diçka ndryshe nga rutina e zakonshme. Në punë është momenti i mirë për të propozuar projekte ose për të bashkëpunuar me njerëz që ndajnë të njëjtin vizion. Në dashuri, dita është e favorshme për komunikim dhe mirëkuptim. Partneri mund të surprizohet nga një ide spontane nga ana e juaj. Peshqit, 10 marsi, ju gjen me intuitiv dhe emocional, mund të ndjeni një lidhje të fortë me mendimet dhe ndjenjet e tua të brendshme. Në punë, është mirë të besoni në kreativitetin tuaj, sepse mund të gjeni zgjidhje shumë origjinale për problemet. Në dashuri, dita është romantike dhe plot ndjeshmëri. Partneri mund të vlerësojë shumë kujdesin dhe vëmendjen që tregoni. Beqaret mund të kenë një njohje interesante që fillon si miqësi. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, sidomos në shpenzime emocionale. Një aktivitet artistik, muzik ose kohë pranë natyrës do ju ndihmojë të ndiheni më të qetë dhe të frymëzuar. Dhe si përfundim, 10 marsi sjell energji të ndryshme për secilin shenjë të horoskopit, duke theksuar rëndësinë e balances mes emocioneve, vendimeve dhe marrëdhënieve me të tjerët. Për disa shenja, kjo ditë mund të jetë e mbushur me mundësi të reja dhe ide kreative, ndërsa për të tjera është një moment reflektimi dhe riorganizimi i planeve personale. Është një ditë që nxjerr komunikim, sinqeritetin dhe bashkëpunimin, veçanërisht në marrëdhëniet personale dhe profesionale. Shumë shenja mund të ndjejnë nevojën për të bërë ndryshimet e vogla në rutinën e tyre, për të gjetur më shumë qartësi dhe stabilitet. Në dashuri, energjitë e kësaj dite favorizojnë bisedet e hapura dhe afrimin emocional mes partnereve, ndërsa beqaret mund të kenë një njohje të re që mund të kthehen në diçka serioze me kalimin e kohës. Në aspektin financiar dhe profesional, këshillohet kujdes në vendime të rëndësishme. Një like dhe subscribe për më shumë video. Faleminderit.